Ervin Bulku, ndihmës trajner i Maran te kombëtarja shqiptare, ka folur për disa çështje me rëndësi për të ardhmen. Si asnjëherë më parë, Bulku i preku të gjitha prapaskenat me lojtarë që mund të luajnë me Shqipërinë në të ardhmen. Ndër të tjera, shfaqet edhe Adri Mehmeti. Ky i fundit luante me ekipin U15 të Shqipërisë, para se Amerika ta merrte. Megjithatë, ekziston mundësia që të përfaqësojë sërish vendin e tij. Aktualisht po shkëlqen me New York Red Bulls në MLS. Është edhe Adri Mehmeti, që aktivizohet në kampionatin amerikan. Është një lojtar që është aktivizuar me moshat tona. E njëjta gjë vlen edhe pas bisedës me babain e tij. Është në një moment që po aktivizohet rregullisht te skuadra e tij. Me ka kërkuar pak kohë të shikoj për të ardhmen e tij se çfarë do të ndodh. Duke parë se është një lojtar në moshë shumë të re, 2009, dhe po aktivizohet titullar me skuadrën e tij. Shpresojmë gjithmonë që të pranojë dhe të jetë pjesë e ekipit tonë kombëtar, u shpreh Bulku për emisionin Në shtëpinë e futbollit. Brian Gruda ka kërkuar të paktën edhe 2 vite të tjera kohë. Nëse Gjermania nuk e aktivizon me ekipin e parë, do të konsideronte fanellën kuqezi. Nelson Viper nuk është aktualisht i hapur me biseda, ndërsa shfaqet i hapur të luajë sërish me Gjermaninë U21 në Europianin U21. Sa i përket Arda Kurtulan, dëshira qëndron për të përfaqësuar Shqipërinë, ku ka luajtur me moshat. Problem shfaqet vetëm kampionati turk, pasi nëse luan me Shqipërinë, do të konsiderohej lojtar ekstrakomunitar në Turqi. Brian Gruda i ka mbyllur derën për momentin FSHFS, pasi ka shprehur sërish se nuk është interesuar për kalimin te Shqipëria. Gruda kërkon edhe 2 vite kohë. Zëvendës trajneri i kombëtares, Ervin Bulku, dha detaje edhe për Nelson Viper, i cili sipas Bulkut, as nuk pranon që të ketë bisedë miqësore aktualisht. Duke parë edhe nevojat që ne kemi në skuadër, normal që dera e ekipit kombëtar është gjithmonë e hapur për të gjithë ato që dëshirojnë të përfaqësojnë ekipin kombëtar. Por po të ndalemi në emrat konkret, si Brian Gruda, ne kemi qenë gjatë gjithë kohës. Ftesa e parë ju ka bërë shumë vite më parë, që kur ishte 15 vjeç, me ekipet kombëtare të moshave. Por ai ka vendosur që të përfaqësonte moshat e Gjermanisë. Jo më larg se dje kam pasur një komunikim, unë personalisht me to, bashkë me trajnerin. Dhe na ka komunikuar nga menaxheri i tij që Brianin duhet ta lënë të qetë, dhe të paktën për 2 vite, ose edhe më shumë, sepse do që të përfaqësojë skuadrën përfaqësuese të Gjermanisë. Ne kemi bërë gjithçka. Është organizuar e gjithë drejtoria teknike, dhe deri tek presidenti. Kemi kërkuar që të bëjmë një takim me to, por nuk na është mundësuar nga ana e lojtarit. Viper është e njëjta. Ndodhet për momentin në Shqipëri, është me pushime, sepse Shqipëria është e bukur, dhe është vendi i tyre. Ndodhet me pushime në Bregdetin e Jugut. Kemi komunikuar me të afërm të tij, kemi kërkuar që ta takojmë, bashkë me trajnerin. Na ka komunikuar që për momentin jam me pushime, dhe nuk mund të kemi një takim ose bisedë miqësore me Viperin. Por mos harrojmë që nuk është momenti i parë që komunikojmë dhe kërkojmë të bëhen pjesë e Shqipërisë. Por Viper ka vendosur që Europianin që do zhvillohet në vendin tonë, ta zhvillojë me kombëtaren e 21 vjeçarëve të Gjermanisë. U shpreh Bulku në emisionin Në shtëpinë e futbollit.